Hapim advent kalendarin nga Pringles, pjesa e dytë. Ne kemi hapur deri te numri 12, tani do vazhdojmë me numrin 13. Vazhdojmë, kemi hapse krenën. Vazhdojmë me Tata! Njerëz të fliqur. Paguajmë lekët ne për të ngrënë patetina me uthull. Kush ka patetina me uthull? 14 mama. Më duket se është e preferuara ime. Shumë tjetë. Tada! Po të kishin zëvendësuar ato me uthull, me këto nuk do mërzitesh, a le të ishin edhe 10 sot. Tani kemi 15-ën. Që është tip më vonë, e shqevi fare. Wow! Wow, diçka shumë ndryshe. Tani kemi 16-ën. Jej! Wow, sërish diçka ndryshe. Vazhdojmë. Kush do t'i hajë këto patetina? Se jemi dhe në dietë, si që thonë. Kemi 17-ën tani. Tada! Nuggets. Shumë tekst. Nuk dua më të marr advent kalendara që të më çojnë këta që të duan. Ti kam marrë dhe herë tjera dhe i kam hedhur poshtë. Çfarë jemi ne meksikan të ham kaq djegse? Kemi 20-ën tani. Tata! Më në fund. Okej, këtë e tham, është dora neve, këtë e pranojmë. Ka hap. Kemi 21-shin. Zoti më. Se kuptoj zgjedhje do një advent kalendar më të harë këtu. Nëse se s'do shpiknin shije këta për një advent kalendar, po që pa prapet me shumë. Kemi këtu 23-shin, o zot që nga jeshile. 5 jeshile njerëz, 5 jeshile. Tani kemi dhe të fundit, e fundit që është 24. Që shenga kjo? Kjo shenga e madhe më duket. Një tjetër origjinale, kjo është pak më e madhe. 70 gram, kjo është 40 gram. 24 patetina njerëz. Ku do t'i çoj se unë po i pata aty do t'i ha. Se kuptoj që njeri boring që jam që blej një advent kalendar me patetina. Edhe bukura është pres të dalin diamante. Ku diun se ç'pres të dalin në një advent kalendar me patetina? Normal që patetina do dalin në vlla. Gjithsesi unë nuk kënaqja shumë që e bëra shpaketimin e këtij advent kalendari. Edhe më thoni çfarë advent kalendari tjetër është në treg që mos të jetë shumë i shtrenjtë, se nuk do lëm lekët ne me produkte që t'i çojnë këta çatu do i shefi.